është i mbledhur për të pritur kastin aktorëve për filmin Polic për jetë me regji të Aldo Marko. Një organizim ku nuk munguan personazhet publike që dhanë prononcime për mediat vendore dhe parakaluan në tapetin e kuq. Nzumi ishte e pranishme në këtë ngjarje duke ju servuar ekskluzivitetin. Vetëm që është vajzë. Polic për jetë është një film me regji të Aldo Marko dhe prodhim të Ols Abaze, nën shtëpim prodhuese Nilor Film Production. Këto mustaqet je fiks si shofer furgoni. Në Kosovë më ka sjell filmi që kemi bë Polic për jetë, është një prodhim independent që duam të lidhim edhe Shqipërinë edhe Kosovën, që të dyja krijtarit të bëhen sa më shpejt, sa më bashkë. Ne gjithmonë prodhimet tona i sjellin Kosovë, edhe ky film inshallah vjen me Luana Vjocën, Nik Xhelidën, Orsi Pylyku, në një komedi aksion me regji dhe skenar të Aldo Markut, kështu që shpresojmë që të shkojmë bashkë edhe në Kosovë. Filmi është komedi, është aksion, ne duam që të argëtojmë njerëzit, është një film i realizuar shumë mirë dhe i ftojmë të gjithë që të vinë edhe ta shohin në Cineplex dhe në gjitha kinemat e Kosovës. Në fakt ne kemi gati 6 muaj që kemi punuar me filmin, xhirimet kanë shkuar gati 1 muaj, 26-28 ditë, po pjesa e para produksionit është e rëndësishme, pjesa e post produksionit është e rëndësishme. Dhe pastaj shpërndarja e filmit që shpresojmë të shkojë, filmi është pritur shumë mirë, paktën në Shqipëri është pritur maksimalisht mirë, shpresojmë që ta fitojmë edhe gjithë territorin e Kosovës. Po me thënë drejtën, gjërat e mira kushtojnë pak, po ne jemi akoma në fazën që prodhojmë duke na ndihmuar shok e miq, se e din pasionin që kemi, kështu që edhe unë edhe Aldo Marku kemi pas plot shok e miq që na kanë ndihmuar për të mbërritur në këtë pikë. Pastaj është edhe Nilor Film, kompania që unë drejtoj që ka mbështetur pa kushte filmin. Përveç Olsit, Luanës dhe Nikut, në casting bëjnë pjesë edhe disa prej emrave më të njohur të aktrimit shqiptar. Alfred Trebicka, Neritan Liçaj, Dritan Kasrati, Ylber Bardhi dhe Marin Orhanasi, duke krijuar një përzierje interesante karakterësh. Filmi është pritur shumë mirë në Shqipëri, kemi premierën këtu, shikojmë se do e pres Kosova. Është film që flet në gjuhën ndërkombëtare, në sensin ka një komedi që kuptohet në çdo lloj kulture, po themi, kështu që jam kurioz, shohim si. Unë të parë do m'ju falenderoj edhe Olcit edhe regjisorit për ftesën që më kanë bënë, jam shumë i lumtur edhe jam shumë krenar që jam pjesë e këtij filmi. Çka ka qenë veçantë të ky film, po as kesh do vol me Olcin. Në ditët e xhirimit unë kam mësuar se gjithmonë si aktor për regjisorëve mësojmë. Edhe unë kam mësuar për regjisorit që është qetësia në film. Veçëm ka thonë jo, dëgjoj mua, edhe besom që nuk më ka qitë keq. Se na janë aktor dhe me gjithmonë topin e parë, dhe me këshilluar. Jo, gjon mua, edhe më ka qitë shumë më mirë. Pjesë e kësaj ngjarje ishin edhe disa nga ish-banorët e edicionit të fundit të Big Brother VIP Kosova. Super bukur, super mirë, po presim me këqyr filmin dhe po besoj që filmi o super që është Luana me bo. A do të shojmë do njerë edhe si aktore? Kismet, po, nuk i dhjetë. Ka jetë të bënu aktualisht? Kam disa planet reja, disa sen dhe besoj që keni me marrë dhe shumë shpejt. Faleminderit. Muzika apo ekrani? Krejt ka bag, s'keni me po. Derisa të gjithë e pritëm, më në fund erdhi edhe Luana Vjolca, e cila shkëlqeu në të bardha e takoi miqtë e saj të filmet. Nzume ndaloi atë për t'ia bërë disa pyetja. Luana, vendin e të plot, po si është mundur me vajzë të lodhe kur? Po si të lodhemi ne kur kemi kaq shumë dashuri nga njerëzit? Ç'është parajsi? Zonë tem kisha marrë shumë malli për Prishtinën, me thënë vërtetën, kështu që më pres që ta marr gjithë energjinë dhe emocionin e Prishtinës për të luajtur dhe të njerëzve të saj, kështu që kaq po pres, energjinë e mirë. Luana dhe si aktore, ja dola. Po këtë ju themi ne, do të na doni ju ne. Ferma vetë ke parë? Më fal. Nikun e bana. E kam ndonjëherë të përgjigje, mos u përsërisni. Ka më dish ajo? Sa çka mendon? Për më shumë ndiqni pak sekuenca nga kjo premier.